e cila ka me u formu prej 2 apo 3 partive, për shkak edhe çështjes së presidentit. Kështu që e kemi debatu disa herë, kjo javë, si e ke quajtur edhe ti java vendimtare, është dhezja e motorëve kushtrim. Të gjithë i kanë dhezë motorët edhe po mundohen me imobilizu votuesit e vetë, apo me fitu disa përqind edhe nga votuesit e partive tjera. Për arsye se votuesi nuk është ortodoks vetëm i kësaj pale, këtij subjekti politik apo tjetrit subjekt. Votuesi dhe lëviz, si pas mendimit vet, e krijon. Mirë po kjo java vendimtare është shumë e rëndësishme për shkak se jepen edhe mesazhet finale politike. Domethënë ti bën një perceptim të ri. Ti duhesh si subjekt politik apo si parti politike, udhëhec këta që i kemi këtu në prapavi, të cilët edhe janë kandidat për kryeministër, me i dhanë japin mesazhet finale politike ku dëshirojnë përmes përpos programeve politike, se ka qenë edhe kohë shumë e shkurtër, pothuajse pak a shumë i kemi programet e njëjta politike që janë ofru, se s'kemi pas 10 muaj institucione, mundohen me fitu besueshmërinë, mundohen me ofru qytetarëve, domethënë që do të vjen drejt ndrimit, me pas stabilitet politik, me pas stabilitet, me pas zhvillim. Njerëz me 28 dhjetor kanë me vendos orientim, me pas një zhvillim, domethënë në arsim, në shëndetësi, kudo që tjetë, apo dojnë me pas izolim, sikur që patëm deri më tani. Sa i përket zotit, vetëm me dhoni një koment shkurt që përmendi Halili, kjo gjuha është për Eglaukut ishte vetëm kisha me thonë një reakcion për shkak të mesazheve të WhatsAppit dhe skandalit që i dul ministres Artane Rizvanolli, për këtë arsye tha ato që me tërheq vëmendjen se ajo mesazhet e WhatsAppit edhe ai skandal që ishte me të vërtetë i madh. Po thu kështu Glauku